dy nga shokët e pejgamberit alayhis salam patën një mosmarrveshje, patën një grindje me rastin e një muhabeti, një konaku që ata kishin, duke i ndërhyrë një tjetrit, erdhi deri te një kacafytje fjalesh dhe ofendimesh. Ebu Dherri i zemruar i tha Bilalit, a dhe ti po më ndërhyn, a dhe ti po më ndërprejnë fjalen, o i birit të Zezës. Hazreti Bilali shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe i tregoi se çfarë i kishte ndodhur, domethënë me këtë rast. Sigurisht shkoi të ankohin e Ebu Dherrin. Pejgamberi alayhis salam më një herë thirri Ebu Dherrin, pasi që i tha Ebu Dherrit, o Ebu Dherr, a fyve atë, domethënë duke i përmend nënën e tij, dhe me këtë rast ja vendoi dorën në gjoks dhe i dha një farë lloj përkufizimi këtij racizmit të Ebu Dherrit. I tha, ti je një njeri tek i cili ka ende gjahiljet, ka ende elementet të periudhës para islame. Dhe sigurisht Ebu Dherri tregohet në histori se reflektoi, madje thuhet se e vendosi fytyrën e tij në tokë dhe tha, nuk do të çohem nga ky vend derisa të vjen koma e zezë Bilalit të shkel mbi fytyrën time. Por megjithatë Bilali ishte i kujdesshëm dhe tha, nuk e vendos këmbën time mbi një fytyrë që i bjen Zotit 5 herë nditje në sejdë.